Misioni i saj mbeti i njëjtë për dekada të tëra. Një mision i tillë vazhdon edhe sot në shërbim të fesë dhe atë dheut. Medreseja Alaudin, që nga vitet e 50-ta e në veçanti në vitet më të vështira të vendit, hapi dyert për arsimim, edukim dhe organizim në çlirim të vendit. Godina e saj ishte dëmtuar ndër vite, ndërsa edukimi dhe arsimimi vazhdonte në këtë shkollë. Faljush, ky institucion arsimor është ringritur. Godina e saj është rinovuar plotësisht. Bashkësia Islame e Kosovës u falendron të gjithëve që krijuat kushte më të mira për nxënësit tanë që shkollimi dhe edukimi islam të vazhdohet.